Së pari, duhet t'ju them që ka informatat pa mjaftueshme për me dhënë një qendrim. Natyrë ne jemi njoftuar, na kanë njoftuar zotja Bligjiku. Dhe pastaj këtë që kemi pas informata është ajo që kemi pa në media përmetësisht. Dhe unë besoj që është e pa mjaftueshme informacion për dhënë një qendrim rreth propozimit. Peres që në ditët e vijim të kemi mëndërjet çka nuk kupton kjo. Ka shumë pyetje që duhet rreth këtij propozimi për të pasur një qendrim ashtu siç duhet politik. Dhe sot në mungesë të këtyre informacioneve, unë në ditën e vijim që të marrim informata shëndetësore. A keni këtyre letër që ai të tani këto informacione se çka saktësisht? Jo, s'ka letër, se s'kemi pas letër, komunikim me letër. Na kanë njoftuar. Dhe propozuesi pres mbaj hapet. Çfarë informacioni duhet? Pasi na dje në konferencë kemi pyetur se na Bligjiku për pozicione shumë e di që kemi pyetur. Por ato që kur të ulemi në tabelin do t'i diskutojmë. Ata çështje. Për ata do duhet që ky propozim është këto tema janë serioze. Dhe nuk mundeni ju me një përmes një financimi me dhënë qendrimin politik pa pas informacione të plota për çka po flitet. Cili është informacioni që ju duhet juve? Gjitha. Çfarë do të çka kam menduar. Si e sheh? Ka shumë tema tjera pyetje tjera që duhet të bëjmë. Ftesë për takim nga zotëria Bligjiku për me diskutuar për propozimin që ka bërë. Besoj që propozuesin duhet ta pyetni nëse fton, a këtë që mund me përgjigjur nëse kemi ftesë ne do t'i përgjigjemi më shumë me ndëgjim. Si tjera të është ai që si duket ideja një qeverie tranzicionale? Ju e dini, ideja ime është dhe në fakt ajo që duhet me qenë është në preferoj që qeveritë e shumicës. Qeveritë e shumicës. A mund të ndodhë që të ketë qeveritë e shumicës? shumicës? Kosova ka nevojë për një qeveri shumicë, po mund të ndodhë. Sepse ka potencial për të krijuar shumica. Po si do që tjetë, do të shohim rrugët, do të mirë shumë. Është këto. Shumë mirë. Dhe besoj që rrugës do ta shohim si do të shkojë. Po të jemi në polem, po kam që tash propozuesit besoj që na ftojnë. Nëse na ftojnë, ne do të përgjigjemi. Sikur që kam thënë në kaluar, ne do të përgjigjemi ftesave të tilla, të cilat bëjnë përpjekje për gjetur zgjidhje. Jo gjitha propozimet që është zgjidhja, po shumë rëndësi që të bisedohet dhe të gjendet një zgjidhje. Edhe herë, ne preferojmë qeveritë të shumicës ose shumicë parlamentare. Kosova është në atë nivel tashmë me sa vite, ose mes 20 e sa vite. Kosova ka votuar, Kosova ka mundësi këtu partitë politike për të ndërtuar një shumicë parlamentare që në kuptojnë edhe qeveritare, edhe për të marrë përgjegjësi për qeverisë së vendit. Po si do që gjitha propozimet tavolinë duhet me seriozisht të diskutohen, të trajtohen, dhe në fund të japim mendime, dhe unë natyrisht do të jap mendimet e mia aty, dhe pastaj edhe ju.